Miqtë Prizmus, një nga sukseset, duhet thënë si sukses, është shpallja nga UNESCO. UNESCO e liçenit Shkodrës e rezervë biosfere. Sigurisht që nuk duhet kuptuar si një ndalesë për zhvillimin, por përkundrazi duhet kuptuar si një zhvillim akoma më i madh që ndërkupton ndërveprimin mes njeriu dhe natyrës, po me rregulla loje dhe duke i dhënë prioritet rujtjes mjedisit, ekosistemit, por dhe shfrytëzimit të tij për një jetë më të mirë. Rezervë biosfere, domethënë që të kujdesesh të marrësh fonde, të kesh mundësinë e zhvillimit të turizmit, sigurisht përcaktimit të rregullave të mira për të qenë të dy palët, edhe koncepti ekologjik, por edhe koncepti i zhvillimit njerëzor në një unison në drejtim të mbrojtjes së sistemit. Liçeni i Shkodrës ka pas edhe statusin Ramsar, i cili ishte një status ndërmjetës asnjëherë i zbatuar në mënyrë konkrete përveç se këtyre 2-3 vjetëve, 4 vjetëve të fundit. E kanë dëmtuar, janë munduar ta dëmtojnë edhe andej liçenit, bile në Malin e Zi akoma më shumë se sa ke ne. Me të vërtetë ne mund ta kemi gjujtur me dinamitet, kemi çfarosur, por kur kjo ndal, gjithçka kthehet në të mirë. Kurse aty kanë hedhur mbeturinat e fabrikës, uzinës tyre të aluminit, duke çfarosur në mënyrë përbindshme me kimikatet më të ashpra të botës. Pra nuk mund t'i quajmë marezest burra më të mirë se ne, përkundrazi janë shumë më të këqij se sa ne. Ndërsa në kohën e sotme, me ndalimin e gjuetisë, pothuaj ndalimin gjuetisë paligjshme ose dikur korrentit, dikur përdorimit korrentit në mënyrë absurde, vrasjes në përgjithësi, gjuetisë në mënyrë kanibaleske, në mënyrë të çmendur, kontrollin mbi territorin në këtë rast, sigurisht liçeni ka marrë një zhvillim të jashtëzakonshëm, edhe koha e nxehtë ka bërë që aty të xhunglizohet, të ketë një mrekulli faune edhe në përgjithësi, pastaj edhe bimësh, zhvillimit të jashtëzakonshme të tyre që e bëj liçenin një nga bukuritë më të mëdha të vendit tonë. Askush nuk ka tentuar, kanë shkuar, po jo në përgjithësi ata që duhet shkojnë në portale, shkojnë të vizitojnë, bile më bën të përshtypje një nga ato vizitat që bën shpeshherë Fevziu, që shkon, hyn në pikërisht atë pjesën e mrekullueshme të liçenit Shkodrës, ku shifen mësane edhe zambakët, edhe shifet edhe gjithë fauna dhe flora e liçenit në një shpërthim të jashtëzakonshëm. Shpallja nga UNESCO rezervës së biosferës, domethënë që të gjitha këto i duhen treguar turizmit, po duhen ruajtur. Të gjitha këto duhet të lidhen edhe me atë biznes normal që i bëhet turizmit, shërbimit turizmit, për të përfituar njerëzit, ato që banojnë. Sepse sigurisht, në një sipërfaqe ujore të tillë, nuk mund ta lesh pa zhvillim të njerëzve, janë edhe njerëzit bashkë me natyrën aty. Dhe njerëzit janë të rëndësishëm. Sepse shpeshherë ekologjistët bëjnë një gafë të madhe, kujtojnë se është vetëm natyra dhe natyra, njerëzit nuk janë pjesë e natyrës. Këto nuk janë ekologjistë, pastaj këto janë ultramajtis, idiot, cilët sigurisht shumë prej tyre dalin edhe me pankarta, ndal këtë, ndal atë, mos këtë, duhen ta kthejnë, domethënë, natyrën vetëm për natyrë, po pa qenie. Njeriu është qenie kryesore dhe raporti kryesor që ka bota sot. Ai duhet mësoj që të ruaj natyrën e të jetë në kompeticion me te, po jo shkatruesi natyrës. Dhe pikërisht këtë koncept ka edhe rezerva biosferës. Lejon zhvillimin, lejon që njerëzit jetojnë mirë, të pasurohen e njëkohësisht ta shfrytëzojnë natyrën, po pa e prishur atë, duke jetuar në harmoni me natyrën, duke vendosur rregulla të tilla dhe fonde të tilla mbi këto rregulla për zhvillim. Edhe kjo e mirë i ka ardhur liçenit Shkodrës. E përmendi kryeministri, e përmendi edhe kryetari i bashkisë, dhe sigurisht ato shoqata që kemi, të cilat kanë dëshirë vetëm të marrin një fond, po jo të bëjnë një punë konkrete. Kanë vite që janë,
përveç disa aksioneve jo pastruese, janë rudimentare, nuk kanë bërë në gjë. Nuk e kanë mbrojtur dot liçenin e Shkodrës. Liçenin e Shkodrës e kanë mbrojtur pastaj kur është bërë interesuar pushteti. Ato as zhurmë nuk e kanë bërë normale. Prandaj nuk kam ndonjë respekt për shoqata të tilla. Përkundazi i kanë marrë fonde, kanë marrë mbase kanë ndërtuar edhe në një shtëpi për vete, mbase kanë shfrytzuar edhe në elemente të tillë, por jo se kanë bërë gjë të mëdha për liçenin e Shkodrës. Sa për shoqatat liçenin e Shkodrës do ta kishin tharë fare, do ta kishin kthyer në poligon qitjes edhe përdorimi nga më të çmendur të çfarosjes, sidomos të peshkut edhe faunës i ka aty. Çdo gjë do gjuhësh, çdo gjë do shkatërrojë. Sikundër kanë bërë, dhe shoqatat nuk e kanë ndaluar dot. Kur shoqëria bëhet e ndërgjegjshme dhe krijon një lloj pushteti i cili është pastaj interesuar, e zgjidh problemin. Edhe tash në përgjithësi situata 100%, 120%, 200% më e mirë. Duhet kujtohemi se është gjetur me korrent haptas fare. Kanë masakruar peshkun. Çfarë s'kan bërë? E kanë rrethuar, e kishin gardizuar, e kishin parcelizuar, ujin kishin parcelizuar. S'kan lënë maskarallek edhe kriminalitet pa bërë mbi peshkun edhe mbi të gjithë fauna aty, mbi zogjtni. Me çfarë kishte, çfarë fluturonte, çfarë ishte në të dhe sipër e çfarosni. Sot nuk është ashtu. Përfshidh atë që i thuhet pelikanin që vjen. Vjen e dislokohet aty sepse ka kushte për të jetuar. Dakord miqtë mi, është një status shumë i mirë. Unë këtu e kisha dënë. Në këtë lloj statusi, në këtë rezervën biosferë, i kisha dënë nivelin e statusve të liçenit të Shkodrës. Se përndryshe, po unë gjitën statuse më lartë, atëherë duhet patjetër të ikim prej këtej, se nuk na lejohet as bëjmë tregti, as të kemi lokale, as të shohim, as dalim bile. Përkundër se të jetë natyra aty dhe njerëzve t'ju vetë i gardh i madh, e thuhet jo mos hyni këtu, sepse këto janë egzagerimet pastaj që i bëhen pikërisht atë që shpjegova më përpara. Egzagerime jeshilësh, ekosistemesh edhe ekokulture e cila pastaj do që ta ndajë njeriu nga natyra. Do që të thotë ti i shkon Mars, se këtu kemi vetëm natyrë, janë budalliqet. Egzagerimin krahun tjetër. Një egzagerim është kur e gjujnë me dinamit edhe me korrent, egzagerimi tjetër është kur largon njerëzit për atje, i thotë njerëzve ju jeni zero, natyra është vetëm natyrës. Dakord miqtë mi? Miq Prizmos. Shumë sajte dhe portale greke po i bëjnë e hon largimit Jared Kushner, si pasojë edhe Ivanka Trump, si pasojë investimit amerikan, sepse përpara se të jetë izraelit që ka origjinën Jared Kushner, është amerikan, shtetës amerikane, dhe Ivanka Trump e shoqja është e bija presidentit Trump, janë amerikan përpara se të jenë izraelit. Dhe portalet po i bëjnë e hon largimit nga Shqipëria, nga Sazani edhe nga Zvërneci, dhe dislokimit në Mikenos. Dhe në zonën aty përreth ku janë të mirëpritur nga grekët të bëjnë investimin e tyre, duke zbatuar sigurisht rregullat e grekëve, aty taksat e tyre që sigurisht janë më të mëdha se sa tonat, absolutisht më të mëdha. Largimit përfundimisht nga Sazani edhe shkuarjes në Greqi, mas gjithë zhurmës madhe që grekët edhe sajtet greke kishin për pushtimin e zonave greke. Domethënë, ideja është e tillë. Aty po bëhet një politikë e tillë që ftohen, amerikanët bëjnë investim në Mikenos, dhe t'ikin nga Shqipëria, sepse në Shqipëri është tokë greke, dhe qofse është për të bërë në tokë greke investim, atëherë hajde bëni në Greqit, jo ku i takon aty. Mos ja merrni tokën atyre grekëve atje në Zvërnec, por hajdeni ke ne, janë gjitha greke, janë të natruar me shqiptarët, largohuni nga Shqipëria, hajdeni në Greqi, sepse ne e meritojmë, plotësojmë edhe kushtet e më të mirë. Është e qartë. Normalisht, këto nuk është se po i them unë. Janë gazetat, portalet, televizionet greke që e bëjnë. Edhe janë parrullat e tyre që janë duke e bërë. Dhe ndihmohen nga protesta në Shqipëri, e cila mbron helikopterat, lelegët edhe flamingot, që nuk është në shitje, Shqipëria që nuk kanë për ta marrë izraelitët e amerikanëve Jared Kushner dhe Ivankës,
që nuk duam të huj, nuk duam të i ngjan gati histerisë jashtëzakonshme të dikurshme të Partisë Punës Shqipërisë edhe Enver Hoxhi që thotë se nuk duam të huaj këtu, Sazani është i joni, toka është e jona, i dha rusëve, pastaj ndodhi që ikën rusët, Sazani, sepse sigurisht u prishën me rusët, e tjera, tipik shqiptarëve që normalisht pastaj shfrytëzojnë për nacionalizëm, për patriotizëm edhe vet postrat e grekëve këtë tregojnë. Populizmi thotë është pasojë, si më shiko, mund të jetë ekspansiv, populizmi, mund të largojë. Edhe duke bërë populizmin, e duke bërë flamurin, e duke bërë anti-amerikanët, anti-hebrejt, në fakti duke bërë anti-amerikanët se si Kushner dhe Ivanka janë Amerikanë, nuk janë Izrael, duke u shpallë Izraeli armik, duke u shpallë Amerika armike, duke u shpallë gjithë të miq, sigurisht që janë tonë, ta kupton, ne bëjmë pjesë në suazat e tyre, duke u shpallur armiq, sigurisht dikush edhe mund t'i ikë, dhe mund merret iniciativa të na ikim nga ky vend, na çan tash. Çfarë themi ne zakonisht kur na çajnë. Shkojmë në Greqi. Gjithë propaganda greke këtu konsiston. Aty mund të çohen dy, por nuk kanë për të çuar, sepse sigurisht kanë për të shkuar miliarda. Ato miliarda të cilat ata i kanë problem, po të hidhen në Shqipëri. Çfarë kemi fituar me këtë nëse ndodh? Nuk e di a do të ndodhin apo nuk do të ndodhin. Janë portalet greke që e ftojnë, e grishin, Kushner i thonë, mos rri aty, më burr ç'pun ke aty, hajde këtu keni, ata janë, s'kan për të nejtë asnjëherë, ata grinen me tokat e tyre, grinen me veten e tyre, ata bëjnë populistët, ata nuk ju duan ju duam ne. Këtu thoshin, kanë ardhur për t'ju pushtuar, kur ju shkon në Greqi, thotë hajde një hidhni parë këtu keni, jeni të mirë pritur. Tash këtë nuk po e them për të treguar debilitetin edhe marrëzinë e protestave tona. Nuk e bëj për këtë punë. Ne të protestojnë çfarë duan, ala se kanë kthyer më keq se natë shtatën këtë vend. Nëse i lejojnë, ata le ta shemin edhe herë këtë vend, ta djegin nga fillimi deri në fund, sepse sigurisht kur je i paqartë filozofikisht edhe politikisht mund të bësh këtë punë. Unë jam i qartë që s'ka për të lejuar kërkush që ta bëjnë, të kthejnë kohën e dikush. Nuk ka për të lejuar edhe as Sali Berisha nuk i do lejoj më, sepse marrëzia e tij ka shkuar deri ke 97 apo jo deri ke kjo marrëzi e sotme. Mundësisht do të dojë që ti kontrolloj ai, ti thuhet që kur janë në suazën e tij, dhe shpeshherë shikon njerëzit edhe në Shkodër që janë njerëzit e tij ose njerëzit e mërzitur prej tij, po dhe njerëzit e tij që duan ta sunojnë festën e këtyre që thonë Ramanburg, Berishanburg. Problemi qëndron këtu, çfarë po bëjmë ne me veten tonë? Sepse sigurisht atëherë kur ka qenë momenti për të zhvilluar, ne kemi bërë një gjë të tillë për të mos u zhvilluar. Edhe këtë e kuptojnë edhe idiotët më të mëdhenj të botës. Ne kur kemi pasur kulmin e turizmit, kemi krijuar një situatë të tillë, absolutisht tillë, për të rënë në fund. Edhe këtu nuk është vetëm faji këtyre që dalin e protestojnë, për arsye nga më të ndryshme. Shprehje e arrogancës pushtetit, i asaj që edhe Edi Rama kujton se me ato pankartat që nxjerr, edhe thot nuk është se jam kundra jush për ato bukurirat që nxjerrin, sigurisht Edi Ramës i ngjajnë edhe këta. Formën e Edi Ramës dikur kanë edhe këta. Flamingo janë edhe këta si Edi Rama në atë kohë. Po kjo nuk do të thonë që ti je i kujdesshëm për shtetin, kujdesesh për shtetin edhe për zhvillimin e tij. Kjo është ti bësh gjithë shërbimet të keqen më të madhe ati krijim shteti dhe njëkohësisht forcimi i tij shkumis drejt begatis, drejt mirësisë, jo kundrejt pikërisht këtij lloji zhvillimi. Në këtë pikë, ditu them këtë që kemi shfaqur me protestën, jo se kemi bërë qefin vetëm ekologjistëve dhe ultramajtistëve, të cilët janë haptas kundër Amerikës, Izraelit edhe veprimeve të tilla. Këtë këtë e kemi shfaqur me këtë lloj proteste. Mos kujtoj se kemi shfaqur mbrojtjen e mjedisit dhe mbrojtjen e territoreve. Ne nuk kemi zot të mbrojmë asnjë lloj territori. Problemi qëndron këtu. Ne nuk kemi zot më as ta zhvillojmë territorin. Ne kemi shkatruar duke e betonizuar nga Durrësi. Kemi betonizuar gjithçka në Golem, kemi betonizuar Shëngjinin, kemi betonizuar edhe Jugun, edhe Sarandën, e kemi betonizuar. Ne po i bëjmë fjalë amerikanëve për këtë punë, jo betonizimin, ne kemi lejuar gjithçka të betonizohet.
të merren toka, të palosen toka, prona, të shkatërrohen në të gjitha drejtimet, s'kemi bërë zë, as kemi dalë në protest. Ne kemi shkatruar gjithçka që kishim të bukur, ne shkatruam edhe shtetin në 97-ën. Në Vlorë vetëm aeroporti ka shkatruar pjesën më të madhe të lagunës. Po nuk tham gjë. Domethënë, gjitha kjo është një mënyrë e çmendur e ndalimit pikërisht atyre që duhet investojnë. Këtu është halli. Dhe pastaj ata konsiderohen hebrej, konsiderohen Izraeli, sjelljen e palestinezëve, vrasjen e shqiptarëve, kthimin e shqiptarëve në robër, kthimin e Vlorës në Gaza, elemente të tillë që i kanë thënë në protesti, i kanë folur, nuk është se po i them unë, kështu i kanë folur, portalet një nga një, sulmin e jashtëzakonshëm botror kundra Ivanka Trump dhe Jared Kushner, presidentit Trump, për hatër Shqipërisë, e gjithë e majta botrore, përfshi Italinë, përfshi Greqinë, përfshi Francën, përfshi United States, e majta amerikane, përfshi Spanjën, përfshi çdo lloj vendi, përfshi sajte iraniane, kupton, kundra në mënyrë të jashtëzakonshëm. Të gjitha kundra, po për çfarë do pyesin ne herë, për çfarë ku bën kaq të interesuar për Shqipërinë këta? Pse kaq shumë të interesuar? Ja po i them unë që nuk i plas kërkuj për Shqipërinë aty as ju plas fare për Shqipërinë. Ata duan ta përdorin Shqipërinë sepse sigurisht protestat duan të bëjnë për anti-amerikanizmin që kanë, anti-trumpizmin që kanë, anti-Jared Kushner, anti-Izraelin, për këtë duan ta përdorin. Statet italiane, statet greke. Ndërkohë grekët e mençëm ftojnë Kushnerin dhe Ivankën Trump, thonë hajde se kemi në Mikenos, kemi vend sa të duash për ju. Hajde ndërtoni resortin që kishit mend ta ndërtonit në Shqipërinë, e marr atje, hajdeni këtu. E dogjmë atë vend një herë në 97-ën. Tashti nuk mund ta djegim dot në 2026-ën, por do pengojmë zhvillimin e saj sepse ato katonarët aty nuk kanë arsye për tu zhvilluar sepse janë idiot. Hajde zhvilloni këtu edhe sepse kemi kushte. Dhe në vërtet i kanë kushtet, vend taksa më tepër, por ama e kanë zhvilluar vendin e tyre me turizëm si puna jonë. Ne po kemi betonizuar, i kemi kthyer gjitha në qepsinhane. Kur i kemi bërë vetë, kur do tjetri që vjen me standarde të jashtëzakonshme, ne i themi jo, se po na pushton vendi. Dakord miqtë mi?